kur u fal namazi i natës kadrit, unë qava shumë. Çfarë do të thotë? Do të thotë që zemra jote ka nevojë për Allahun e lartësuar. Do të thotë që ti ke besim. Do të thotë që shpirti ka nevojë për ushqim. Ashtu si që trupi ka nevojë për ushqim, shpirti ka nevojë për ushqim. Por ushqimi i shpirtit është ndryshe. Është adhurimi Allahut të lartësuar dhe namazi është puna më e mirë. Është lidhja e robit me Zotin e qetësisë. Dhe shpirti e ka të nevojshme këtë adhurim madhështor. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam, sa herë që ndodhte kishte ndonjë situatë pra të vështirë, i thoshte Bilalit, "Arihna biha ya Bilal", na shqetëso me të o Bilal. Qëllimi pse ne jemi këtu është adhurimi Allahut të lartësuar, dhe namazi është pra vepër adhurim madhështor. Lutë Allahun e lartësuar që ta mundësoj të faresh vazhdimisht.